Përgjigjja e gjykatës kushtetuese ndaj kërkesës së grupit parlamentar të AK-s për vlerësimin e kushtetueshmërisë për propozimin e formimit të komisionit për votim të fshehtë lidhur me zgjedhjen e kryeparlamentarit mund të vonohet deri në javën e dytë të korrikut sipas njohësve të zhvillimeve në kuvend. Në ndërkohë numri i dështimeve për konstituimin e kuvendit ka arritur në 24 mbledhje plenare, fiks një muaj e gjysmë nga fillimi i një seance të vetme, që s'po e sheh fundin. Sipas Vullnet Bugashkut, ulëmtues në Institutin Demokratik të Kosovës, gjykata kushtetuese mund të shfrytëzojë të gjitha fatin ligjor për të marrë vendimin, i cili shihet si kyç për zhbllokim institucional. Gjykata do të trajtojë dhe do të shërtoj edhe vlerësimet e opinionit të Komisionit Venecias. Unë besoj që ata do të marrin mendime edhe nga Komisioni i Venecias për çështjen e procedurës së fshehtë të votimit gjatë një seance konstituive dhe po ashtu gjykata edhe mund të konsultojë dhe të shërtojë gjitha themi ashtu praktikat parlamentare të shteteve të Bashkimit Evropian, por edhe të botës ato praktika të mira ashtu që janë parlamentare. Kjo vonesë në formimin e institucioneve të reja përcillet edhe me kosto. Naimi Akaj, hulumtues në Institutin për Drejtësi, thotë se dëmi ndaj shtetit shkon në dy rrafshe, atë jashtëm ku Kosova humb miliona euro në formë grantesh e kredish të buta, por edhe në aspektin e brendshëm. Sa i përket rrafshit të brendshëm, pasojat evidentohen tek çështjet që lidhen tek reformat në drejtësi, tek reformat në skemat pensionale dhe sociale, tek reformat fiskale dhe tek çështjet e tjera të mirëqeverisjes. Sipas Jakajt, edhe në rast konstituimi, kuvendi shkon në pushim në fund të korrikut. Ai thekson se nga praktika e deritanishme deputetët kanë entuziazëm më të madh për të shkuar në pushim sesa për të punuar. Me të rrethëni korrik, edhe nëse do të konstituohet shkon në pushim kuvendi, përveç nëse vendosë ndryshe për shkak të çështjeve që i ka me ngutim mos me shku në pushim, por rregulli është që shkon në pushim me të rrethëni korrik. Dhe para mendoni situatën kur një kuvend i Kosovës që nuk është konstituuar prej 15 prillit shkon në pushim me njëherë me të rrethëni korrik. Aja që e dim, edhe deputetët edhe duke filluar prej kryetarit të kuvendit dhe kryesisë nuk pritojnë që të jenë pjesë më shumë e pushimit se sa e punës së përditshme. Tentimi i radhës për konstituimin e kuvendit pritet të mbahet të hënën, e deri tash të paktën publikisht. Nuk është dhënë ndonjë indikacion për ndryshim qëndrimesh nga partitë parlamentare.